jemi rikthyer. Jemi rikthyer. Duket sikur nuk rikthehemi asnjëherë pas një të mërkure të fuqishme, pas plug. Ha pra, ai ishte lajmi, zbuluam miq të dashur ca gjëra kryeve për mbrëmjen e djeshme nëpërmjet të plugut të radhës, i cili ishte rikthyer tek koncensioni i ketchupit ose i check-upit, siç ka emrin e vërtet, por në fakt ka qenë një ketchup, një njoll gjaku në financat publike, një hemorragji e jashtëzakonshme. Zbuluam ca dhëna dje tronditse, miq të dashur. E preferuara ime është që i marrim lekët shqiptarëve për shërbim shëndetësor, nuk i japim shërbim shëndetësor, këto para i bëjmë kulla me krimin organizuar. Është një skem që tashmë po. Një kryevepër, megjithatë nuk do të ndalemi vetëm aty ditën e sotme, miq të dashur, kemi shumë gjëra apo jo, Greta? Kemi pa fund për diskutuar sot. Edhe janë gjitha gjëra lajme të mira. Nga integrimi dhe bllokimi nga 9 flamuj të kuq që kemi marrë prej raportit i Bar. Greta, nuk mund të ishe lumtur që na është bllokuar integrimi, Greta. Jo, unë thjesht po tregoj fakte. Duhet ta pranojmë. Duhet ta pranojmë si të vërtetë. E vërtetë edhe pse është torturuar ky i shkreti ynë, kryeministër, duke thënë që e ka fajin Feriti, keq kuptohet i shkreti kur flet. Po. Feriti nuk e di si e ka hallin, po ngeli duke u keq kuptuar me shqiptarët, keq kuptuar me europianët. Le të shpresojmë që mos ta çojmë Feritin me na hap në front lufta ne nga Kina ose nga Amerika, se aty na fiku derën. Aty nuk e di se si do ta përballoni. Megjithatë, ditën e djeshme në fakt ka patur Edi Rama përpara një gazetari të portalit të Brukselit, ka kërkuar falje dhe ka pranuar dhe manipulimin që kishte bërë për këtë çështje. Duke thënë, falje? Po. Dhe ishte jo falje, në fakt ja ka kaluar fajin Feritit. Siç ju kërkoj ndjes për të budallajin tim, domethënë. Ju kërkoj ndjes, po. Po në fakt do doja shumë ta lexoja se si e ka ndërtuar kryeministri. Le ta fillojmë ditën në bar. I dashur Edi Wax, i referohet gazetarit. E kuptoj që është argëtuese të krijohet një histori Edi kundër Edi. Por këtu realisht nuk ka vend për një gjë të tillë, sepse së pari unë nuk ankova për Edin tjetër, thot ai. Dhe së dyti, tani që ti me bujari publikove transkriptin e plot, është krejtësisht e qartë se citimi i shkurtuar ishte mjaftueshëm çorientues, që kushdo me një interes ideologjik të caktuar ta përdorte sipas dëshirës së vet. Por sinqerisht, as pak hatërmbetje. Njëri Edi duhet të bëjë atë që dëshiron dhe Edi tjetër duhet ta durojë atë. Dhe në fund të fundit, thelbi mbetet i pandryshuar, ka thënë ai, çfarë Italia kërkon nga Shqipëria, Italia e merr nga Shqipëria. Këtë ka publikuar në platformën X kryeministri. Inshallah nuk është manjake Italia se na mori lumi pastaj, nëse do ishim kaq konsensual për perversitete, por sigurisht kemi besim ke italianët të cilët nuk e frekuentojnë turizmin seksual. Mos thë që ishte e vërtetë dhe kjo, se janë populli numër 1 në botë për turizmin seksual dhe kjo është statistik, njerëz. Megjithatë ka një front tjetër ku propaganda duket se është bërë akoma më makabër, sigurisht është shëndetësia. Unë them ta nisim ditën me neveri, zonja dhe zotrinj. Me neveri, të lutem, video numër 1 e Visala që ka filluar bën intervista në terren për shëndetësinë, ku dëgjon, duket pak si Rudina Xhunga, po të ishte ministër. Ishte shaka e keqe. E përshëndesim Rudinën, por shohim me Visalën. Njishim. Shumë drejt. Aktualisht kemi disa pacientë të cilët janë duke marrë trajtim. Shërbime, po. Po, është me rregull, nuk ka ato pritje që kishte dikur nga që flow nuk ishte fluksi, nuk ishte fare përcaktuar. Fluksi menaxhohet shumë më mirë dhe në mënyrë efikase. Shërbim. Edhe ambiente, këtë terapitë e fundi, zonjë, si jeni? Mirë, si ndjeheni? Mirë. Dhe për më miri. S'po shkon trajtimi? Mirë. Kushtet relativisht më të... Po ja jep dhe përgjigjen. Po mirë. Janë kushtet më të mira. Ju uroj shërim sa më të shpejt, po që me thotë. Si jeni? Trajtimi? Mirë? Kushtet komode dhe poltroni është më komode. Shumë mirë. Po ha kanceri, po nuk ka probleme shumë mirë. Nga vini këtu në Tirana, po në Tirana, po. Dim ato orare që të mos... Tani jeni me orare që mos prisni që tjetë.
Ajo është e vendi keni parë duhur. ndryshimin që është reguar pjesë. Momenti duhur për pacientën e fjalë për të bërë propagandë. Normal. Mirë, Një video e pështirë, në e momentin përgatitur. Por kemi një informacion shtesë pikërisht këtu. Ka ju gjithë e dini miq të dashur, veçanërisht ato që kanë familjar apo vetë po vuajnë një betejë me kancerin, ka një pjesë të madhe të aparaturave që thjesht nuk punojnë, por siç na informon kolegu ynë Osman Stafa, njeriu ndoshta më informuar për onkologjikun në Shqipëri, tek një nga aparaturat që nuk funksionon, po. këto ditë do të çojnë një pacient për të bërë sikur funksionon dhe sikur po merr trajtim atje. Është kryevepër, është kryevepër. Është më e neveritshme nëse është e vërtetë, domethënë. Do e vejnë pacientin te aparatura dhe do jetë një nga këto mjekët që do bëj beatbox, ose për ata që nuk e dinë është bësh muzikë vetëm me zhurmat e gojës. Dhe ai do rri aty afër dhe do bëj sikur është ndez aparatura. Me ultrasound diçka. E të smershme. Edhe ajo do i thotë, të pëlqen ky shërbim si punon kjo makineri është. Nga jeni ju, po, sa bukur. Mirë, sprit e fare, sprit e fare. E kanë gjetur, do jetë dhe grua. Do jetë dhe grua pacienti, po është pacient të grua, kështu që do preferoja ta ruanim këtë si informacion dhe ta transmetonim më vonë, se ndoshta tani do të prishet plani. Tani më mirë t'ia djegin fare. Po më mirë, në fakt që kursejmë. Dhe mbi të gjitha, na japin një video provë që ajo aparatura punon dhe punon në vazhdimësi, jo se e ndezën vetëm sa për ta xhiruar me kamera. Kjo kaq na duhet që të kemi një shërbim bazik shëndetësor. Por më pëlqeu shumë kur më tregoi Osman Stafa, ishte një kryevepër, do të çojnë një atje në një aparaturë që nuk punon prej kohësh dhe do bëjnë sikur punon vetëm për efekt propagande. Nuk e vis sala që lloji ishte. Ishim më mirë kur kishim beqen, se e dinim, jo, e kam seriozisht. Ta thuash ti këtë duket shumë e pabesueshme. Dhe po e them me ironi, po jo, se te beqja e dinim është hajdut dhe nuk e ka problem t'i vdesin shqiptarët në dorë, ose Ogerta për shembull. Nuk e kishte problem që i vdiqen 20 e ca mijë shqiptarë në dorë, gati në nivele nazisti. Po ke parasysh morën e visin dhe na thanë është mjeke, punon në Oxford dhe njerëzit për një fraksion sekonde patën një shpresë. Dhe ajo është akoma më perverse. Ajo është akoma shumë më perverse. Ajo nuk është pik. Dhe ajo është nuk parashfaqet. Ajo duket kështu si kur të jenë çiftuar politikisht Ogerta dhe Iliri dhe kanë prodhuar e visin. Politikisht ilegal. Jo fizikisht. Janë të dy shumë të keq. Megjithatë, kur përmende fillimisht. Se ke kështu fantazi mëngjes, ora 7:25. Nuk e di është efekti yt. Megjithatë, bën ndryshe. E nisim edhe një herë programin nga fillimi. E nisim nga fillimi. Le të rikujtojmë numrin tonë të telefonit, i cili është 069 27 22 272. Mirpresim opinionet tuaja në mesazhesh ose telefonatash. Dhe me që e rifilluam, le ta fillojmë nga zhvillimet kryesorë që na përcjell redaksia jone informacionit të zonja dhe zotrinj. Bëheni gati për lajmet kryesore. Po japim fleshin. Lideri i opozitës Sali Berisha deklaroi se integrimi i vendit në Bashkimin Evropian është marrë peng nga organizata kriminale që drejton Shqipërinë. Berisha akuzoi Ramën se po mashtron mbi arsyet reale të bllokimit të raportit i Bar dhe theksoi se Belinda Balluku është kryeministrja hije e Shqipërisë. Berisha tha se Balluku ka zvendësuar agasin me Bistrin dhe zbuloi skandalin ku Bistri ka regjistruar telefonatat e çdo kundërshtarit të Ballukut dhe të Edi Ramës. Raporti i KLSH-s rrëzon propagandën e kryeministrit Edi Rama për tenderat. Teksa shefi i qeverisë mashtron shqiptarët se ka patur ecuri të jashtëzakonshme me tenderimet publike, në një kohë që ish zëvendës kryeministja Balluku është nën hetim për abuzim me 1 miliard euro me tenderat. KLSH evidenton problematika të theksuara. Sipas audituesit në tenderat publik, janë gjetur problematika në zbatimin e kuadrit ligjor dhe buxhetit, duke sjellë mungesën e konkurrencës dhe efikasitetin e tyre. Media e Brukselit, Euroaktiv, ka sfiduar kryeministrin Rama duke publikuar të plot deklaratën e ministrit të jashtëm Ferit Hoxha, sipas të cilit protokolli me Italinë për refugjatët nuk do të zgjatet pas vitit 2030.
Pasi gazetari publikoi transkriptin e intervistës, kryeministri Rama, i cili më parë fajsoi median e Brukselit për shtrembërim të deklaratës së ministrit, u tërhoq duke u justifikuar se citimi i publikuar ishte çorientues. Deklaratat e ministrit Hoxha alarmuan qeverinë italiane, e cila kërkoi garanci të menjëhershme nga Tirana zyrtare për vijimin e paktit Rama-Meloni. Reforma territoriale administrative vijon të mbetet një nga çështjet që ndan politikën shqiptare. Partia Demokratike kërkon që procesi të mos zhvillohet me nxitim dhe të mos kushtëzohet nga afatet e komisionit parlamentar, duke theksuar se ndarja e re administrative duhet të shërbejë sa më shumë qytetarëve dhe të garantojë shërbimet më pranë tyre. Arber Mazniku deklaroi se çdo propozim do të shqyrtohet në komision me synimin për të arritur një vendimarrje të përbashkët për hartën e re territoriale të vendit. Në gjyqin për grupin kriminal të Laert Haxhiut, të akuzuar për 14 krime të rënda, dëshmuan këtë të mërkur, personi që dërgoi në spital një nga shënestrat e tij dhe babai i këngëtarit Rigel Serajku. Raido Kajdo tha se ishte ai që dërgoi në spital të plagosurin Kujtim Meta, ndërsa babai i Noizit, Bashkim Rajku, deklaroi se nuk di kush e ka vendosur Tritoli në biznes 4 vite më parë, por është në dijeni të konflikteve mes të birit dhe këngëtarit tjetër Klevjol Ahmetaj. Në seancën e radhës, dyshja Noizi Ahmetaj pritet të përballen me gjykatës. Magjistrati belg Michel Kles ka nxitur akuza të forta se mafia shqiptare po pastron para përmes investimeve në hotele dhe në pasuri të paluajtshme, duke shtrirë ndikimin e saj në disa vende europiane dhe jashtë saj. Sipas tij, ky rrjet kriminal po ushtron presion të drejtë për drejtë mbi Bregdetin shqiptar, duke deformuar zhvillimin e tij përmes ndërtimeve të financuara me para të pista. Rikthehemi në studio, miq të dashur, do të rikthehemi sigurisht tek tema jone preferuar, propaganda. Oh, sa bukur. Duam flasim për propagandë. I besoni propagandës? Na e tregoni pak sa i besoni mbi të gjitha, për shembull, siç ishin këto videot e Visalës që sapo ndoqëm, apo përpjekjet e ministrit të Belindës, zëvendësit të Belës Karakaçi, që është ky ministri i ri i infrastrukturës, i cili ka pasur një përpjekje të dëshpëruar për të përballur me kolegun ton Klajdi Bodlli, dhe do doja ta shijonim këtë video. Jepi 4 së regjia. Nga Syri Televizion. Para disa ditësh keni deklaruar se shumë shpejt pritet shpallet fituesi për Milot Ballldren, ndërkohë është e njëjta gjë edhe për Kashar Lekaj. Teksa qeveria vit pas viti le të themi trumbeton një buxhet më të madh. Përse qytetarët shqiptar duhet paguajnë për rrugë me para kur buxheti i qeverisë e mundson që këto rrugë apo nuk e mundson që të ndërtohen, dhe duke qenë se thuajse veriu i Shqipërisë është bërë i aksesueshëm vetëm me pagesë, duke nisur nga Thuman Kasharit te Milot Ballldren dhe tek rruga e Kombit. Duke qenë se tashmë kemi edhe këtë bordin e transparencës, ku një pjesë e madhe e rrugëve po bën me pagesë, a mos do të propozoni dhe heqjen e taksës qarkullimi, duke qenë se do t'i paguajmë rrugët kur të kalojmë dhe nuk kemi pse të paguajmë te karburanti. Milot Ballldren është një rrugë shumë e rëndësishme për gjithë korridorin Adriatiko-Jonian, por kryesisht për veriun e Shqipërisë dhe kryesisht edhe për qarkun Shkodër, në të cilën unë kam vëmendje maksimale për atë rrugë, dhe që presim që patjetër është në procedurë konkurruese, ka rrugën e vet ligjore dhe komisioni i dhënies me koncesion po e verifikon me rregullshmërinë e duhur, dhe unë pres që siç e kemi informuar edhe që ju e saktësuat para disa javësh, siç unë e kam informuar, do kemi mundësinë që ta shpallin fituesin dhe nisjen e kësaj rruge kaq shumë të rëndësishme për gjithë veriun dhe sidomos edhe për qarkun e Shkodrës, sepse lidh pjesën e korridorit Adriatik me pjesën tjetër të Shqipërisë. Për sa i përket le themi shqetësimit që ju ngrini, unë mendoj që është një shqetësim që nuk është shumë i bazuar, për shkak se të gjitha këto rrugë që ju referoni, patjetër janë me toll me pagesë, siç janë në gjithë Europën, për ato që duan të ecin me një kategori A autostrad, por kanë dhe rrugët alternative të cilat përsëri mund të jenë të aksesueshme. Dhe në këtë kuptim, patjetër realizohet funksioni publik i bërjes së një rruge të një kategorie të caktuar të nivelit A.
Pa, qa kategorie rrugë është rrugë nivelit A. Fatkeqësisht kjo nuk funksionon për të gjithë ata që detyrohen të udhtojnë nëpër Shqipëri apo kanë dëshirë të udhtojnë nëpër Shqipëri, se niveli i rrugëve, qofshin ato A apo Z, është në të gjitha rastet M. Qëndron. Nuk e di pse e kuptova. E kuptove për çfarë më e kisha fjalën. Po, për mrekulli patjetër, për mrekulli të mrekullueshme, por ka dhe rrugë alternative. Ka rrugë alternative. E ke provuar dytësoren Tiranë-Durrës ti Greta? E kam provuar shumë shpesh. E ke provuar? Vërtet provuar? Dakor. Ka rrugë alternative për ata që nuk mund të paguajnë dot. Po, rruga alternative Tiranë-Durrës është po ti biesh nga Elbasani. Jo vërtet dytësorja. Nga Amsterdami. Normal. Duhet jetë shitet përvoja. Ka thënë dhe një tjetër të bukur kjo. Karakaçi. Po, Karakaçi gjithmonë. Nuk heq dorë ky djalë. Me grushta i ka deklaratat. Le ta dëgjojmë pak teksa është shprehur i lumtur për rritjen e çmimit naftës. Çfarë? Yes. Si i lumtur? Është i lumtur që është rrit çmimi i naftës. 6. Në kuadër të masave subvencionuese që qeveria shqiptare ka marrë në kohën e krizës së hidrokarbure dhe bëhet fjalë për masën e subvencionimit për transportin qytetës, ndër qytetës dhe rreth qytetës. Kujtoj që para rreth një muaji ne jemi ulur me shoqatat e transportit si dhe me përfaqësues të bashkive bashkë me Ministrinë e Ekonomisë dhe jemi ulur në tryezë dhe kemi dëgjuar gjitha shqetësimet dhe problematikat e tyre. Në atë kohë ne dhamë fjalën që do kishim një masë subvencionuese, siç kishim edhe në kohën e vitit 2022 dhe konkretisht sot e kemi miratuar që bëhet fjalë për një kompensim në masën 50 lekë për litër për gjitha shoqëritë e transportit publik, të transportit qytetës, ndër qytetës dhe rreth qytetës, dhe po ashtu një lajm i mirë tjetër që përsëri ne u angazhuam në ato takime që kemi bërë me gjitha grupet e interesit të transportit, është që këtë masë subvencionuese do e fillojmë që në muajin mars, kur kishim dhe fillimin e efekteve të krizës. Morët vesh gjë, se jemi në maj dhe ai thotë se do fillojmë në marsi. Dakor, ju e dini, ndaj po ju pyesim, a i besoni propagandës, le të mirëpresim telefonata, mesazhe, nami u bëf tani. E kemi një telefonat më herë. Alo, mirëmëngjes. E ke ti, po se ka regjia. Alo, mirëmëngjes. Do ju kisha akuzuar për lidhje me Pilinçin, po Pilinçi e bërit vetëm të paktën i çoi letër Ramës për 7 ditë liro zyrën, po ju sa minuta ju duhen për të kaluar telefonat. Tronditse ishte letra. Ishte deklaratë e fortë shumë. Ndërkohë që kujtohen këta të regjistor, mirëmëngjes. Ajo intervista e ministrës më ktheu në kohën time kur vinte një deleguar nga komiteti dhe na pyeste si po kalonim, përgjigje brigadieri mirë për punët e kooperativës, por edhe sa fëmijë kishim dhe se ishim mirë dhe do bëshim të ushtar të adeut. Ishte që nga këto komunistet shumë. Mirëmëngjes, a keni mundësi të dërgoni njëri te spitali Durrësit, është skandal. Dhomat e kati parë pastaj janë të merë. Respekte për Andin. Andi e dim situatën te spitali Durrësit, është në çdo kat është një tragjedi më vete. Dhe në fakt me qëra fjallat tek spitalet, se momentin para se të shihnim ato video të tmerrshme nga Ministria e Shëndetësisë, kur përmende fjalën neveri, mendova se po flisje për të dhënat e fundit të marra nga Inspektorati Shtetëror Shëndetësor, që tregojnë që gjatë 2025-s, gjatë vitit që lan pas, janë kryer mira inspektime në institucione publike dhe private të kujdesit shëndetësor, dhe ndër problematikat më të forta aty rezulton menaxhimi i mbetjeve spitalore. Mbetjet spitalore, që janë shumë shpesh shumë të rrezikshme, ruheshin në ambiente të papërshtatshme, në korridore ose në tualete, madje në të njëjtën hapësirë me mbetjet urbane dhe me pajisjet e pastrimit. Sipas raportit, në 2025 janë kryer 4993 inspektime, nga të cilat 4882 ishin inspektime dhe 111 ri-inspektime. Në kontroll janë vendosur 13 gjoba, 11 vendime të ndërmjetme për masa urgjente dhe 296 paralajmërime. 296 paralajmërime. E bëre këtë, e vrave pacientin, mos e vrit më. Mos e vrit më. Mo e vramë. Dhe këto mbetjet spitalore ka një arsye pse quhen mbetje. Spitalore, më vete. Po, më vete. Që ndajnë kështu, se janë çik të rrezikshme. Janë goxha të rrezikshme. Nëse këto vrasin, këto mbetjet spitalore vrasin ata që s'janë smurur, këto e kanë të mirë, nuk pyesin. Nuk pyesin. Bravo. Prandaj i lejmë nëpër tualete dhe korridore. Bravo. Korridore nuk ka njerëz tashmë siç tha ministra. Nuk ka radhë. Nuk ka radhë, po ka mbetje spitalore.
Dhe që ca video ministres. Mirë mëgjesi yje, unë si kam besuar propagandës këtyra i duhet vas 13-ën, jo më sot që s'ka lënë skandal pa bërë dhe njerëzit këtë e quajnë normale. I bëjthirje shqiptarëve të hapin sytë se na morët në qafë duke vëktuar sektin. U larguam nga Shqipëria se s'kishte më të ardhme. Ndërkohë një që është larguar nga Shqipëria me Piu Trentanove. Mirë mëgjesi, ti besosh propagandës do të thotë të ngopesh me lukën bosh. Populli shqiptar ka 82 vjetë që jeton me propagandë dhe me parullën të rroj partia. Mirë mëgjesi, sa për info, ai, një trafikant, droge, ka bler kokain me legët e check-upit dhe për këtë po thellonin një investigim do të shihni dhe do të shokoni, se ka rasti kur janë marrë edhe direkt nga buxheti për pagesat të ngarkesave me banane. Ke pasur ty ngarkesa me banane? Dhe është lidhje shkak pasoj me një vrasje shumë të famshme, interesante shumë kjo, se nuk mund ta humbas këtë informacion dhe thjesht ta mbaj mend. Shumë i bukur. Ky sa i takon programit të mbrëmshëm i të dashur për check-upin dhe për çfarë është përdorur check-upi. Ju sigurisht nuk është përdorur për të përmirësuar shëndetin e shqiptarëve, madje ishte edhe si statistik nga vetë institucionet shtetërore që 100 milion euro koncesion për check-upin e shqiptarëve dhe shëndeti dhe impakti në shëndetin publik ishte qenë 0. Pra si ta bënin? Si mos ta bënin? I njëjtin ndikim. Krye vepër, ja ta mi presim i telefonat nga Italia. Jepi Italia. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Nuk do flas shumë për propagandën e bën Sara Mila e Zeqineja. Qa propagandë bëjnë ato maman? Ato bëjnë propagandë shkëllqyvera. Unë e kam shumë me ju të syrit. Që keme në të syrit? Jo jeni kundër spaku të Flavio. Së është vërtet? Po, se ta vërtetoj unë pse? Hajde një. Jo jeni kundër spaku nuk po e rini pun të punoj, që dhe është aqik pasër si kristali. E vërtet është dhe kjo. Jo. Po e ngarkoj me pun, jo s'po e lëm punojmë, po e ngarkoj me pun. Jo, po nga pjesa e të më tonë. Ja, lodhur. Ata janë spaku, e tërtuar të mbroj Zaun, Ramën, Karçanën, që janë ato e që nuk janë. Ju i apë një punë, si të sillen ata me ju të një. E vërtet. E drejt. Ose më mirë, ose unë kam një mendim, që mos shkodhen shumë ata, plugu të jave membri spak, dhe spaku të jave membrin. Dhe spaku skrap. Oke, s'është ide e keqe. Do e propozoj në veshët që kanë rëndësi. Ju përshëndes. Edhe ne përshëndesim mikun ton nga Italia, ndërkohë vazhdojmë me tira mesazhe miq të dashur. Banda e tij e keqe. Ti besosh propagandës rilindas e aspak, Rama dhe banda e tij e kanë modus vivendi, karakteristik kjo për diktaturat, por e keqja është që këtë propagandë e besojnë ignorantët dhe e mbështesin përfituesit, ndërta dhe ndërkombëtarët, veçanërisht diplomatët në Shqipëri. Skaner ky mesazh. Kemi një telefonat. Skanerat që nuk punojnë, jo si ato pa sigurisht. Vazhdojmë me telefonat në studio. Ajo mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Jepi zotri. Përshëndetje. Përshëndetje. A me Flavian po bisedoj? Edhe me Gretën. Jo. Urdhëro. Është tema më e nxehtë dhe më e duhur për 35 vite. Se, unë jam i moshës 24-ës. I kom kalu edhe punizmin edhe anarshin 35 vjeçare. Këto bëjnë propagandë si mos më zi, si mos më keq. Se, në atë kohë që ishim të ndjerin dhe të zgjuarin Haxhi Lleshi, kryetari i presidiumit Kombëtit Popullor. Dhe me një mbledhje në Maqedar tha një drejtuesi ekonomie që simitin në ranë mund dhe e bëni të maf, dhe në bëni edhe në koshar edhe në hambar. Këto e kanë bë simitin që në fish me të kalumen, jo aq sa e bëshin monizëm. Prandaj këto du të shkën hagë me salë
me Sorelis Ramovic, që është shoku i Orbanit, e me Maduros, e Lukashenkos, e tjere, e vleon ato që janë atë që dushin të ndihmojnë Kosovën që mos bët e të përçahat. Edhe gjatë kanë shku, edhe puna jonë që ka qenë 25 vjet e monizmit, duhet merret nga spaku edhe të qëjnë para bezis, ato që e shumë për skap ekonomin tonë, që e kemi tërtu me sakrifisa shumë të mëdhaja. Kemi punu me 5-6 tonë në dit, edhe një 3 kishin pushim. Kurse sot, dohen pushimet, sa të për pushime sa punë. Respekte. Faleminderit, zotri. E përshëndesim mikun tonë. Mirëmëngjes, Syri, jo nuk i besojmë. Kjo qeveri është bërë shumë e neveritshme, i ka plas cipas, kanë tur, por më të poshtër janë edhe ata që heshtin. E drejt shumë kjo. A mund t'i besojmë propagandës televizionëve kombëtare që janë papagajt e palloshit, siç i pagëzoi Balukja? Dhe ky pranoj me kënaqësi, madje po e falenderon çdo ditë për mbrojtjen që po i bën pistolësheve që kanë bërë në kurriz të xhepave tanë. Jo, nuk mundemi ta bëjmë të, sepse të gjitha televizionet kombëtare mbështesin opozitën. E mbështesin 60%. 60% e tyre. 60% kohës. Për shembull emisione për opozitën sa të duash. Tipit ç'a problemi ka opozita? Si e ka hallin opozita? Pse kaq keq opozita? Shumë emisione të forta kundër qeverisë ato. Ende nuk e bër sondazhin ABC-ja. S'ka dalë sondazhi më i fundit? Jo, nuk ka dalë. Nuk ka dalë? Zaloshnja jo kështu, valla. Selam kështu pazarin. Nuk i besojmë, ata vetëm gënjejnë, ndërkohë si bën të Enveri propagandë kohën e tij, tani bën propagandë djali i Enverit. Dhe kështu është konsideruar madje edhe një çmim që ka marrë ditën e djeshme pas vdekjes Kristaq Rama nga Akademia e Arteve, nga Universiteti i Arteve, po ka marrë një çmim për kontributin e tij. Po, e kanë çik emrin te varja e një poeti, po kontribut për artin është dhe ai. E kanë parë kështu. Dhe kjo ndodhi rishtazi, dje? Dje vërtet? Dje. Eksaktësisht dje. Dhe sigurisht shkoj për ta tërhequr çmimin nipi i Kristaq Ramës. Edhe ne nuk do të bëjmë asnjë koment për këtë se patjetër e ka gjysh. Le të shpresojmë që të ketë pak më shumë informacion kur të rritet për çka bërë gjyshi. Nëse edhe Belinda ishte krenare për gjyshin. Po pra. Për Beqirin. Ishte krenar, nuk kemi çaj për. Luli do thoshte, nga sot Rama nuk është më kryeministër. Dakord, edhe Rama iku sapo mori letrën nga shoku Pëllump. Pëllump i Linçi e ka fjalën. Rama nuk është i korruptuar, por është skifter që kur futen në përshpia marrin çat gjejnë. Dhe në raste kur i kap kafil të fusin plumbin. Ky është Rama. Okej, agresiv ky mesazh. Unë propagandës gëbelsiane të Ramadurës nuk i besoj pasi është gënjeshtër non-stop 24/7. Kalofshi mirë të bazinit të janë. Mund t'jetë dhe 24/7. Ka në orar që... Që e bim pushim, dhe dëshoj në fakt. Jo, ka pasur trazira në bashki, për shumë. Vërtet? Para se ose mirë presim telefonatën në studio dhe ju qeras me një video nga bashkia spektakolare. Alo, mirëmëngjes. Alo. Urdhro. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirë erdhe. Sini, mire. Fuqishëm shumë. Ju vesti jeni. Palloshi sot. Rritet. Po. U lezojnë televizorit, se s'mund ta dëgjojmë këtë batut dyre. Na mori me qafë, ma mori. Se më të mori qafë? Ka thonë Shqipëria s'ka qenë ndonjëherë më mirë. Po pa, ju si u bërë, gazetari kishe. është shok i Andet. Kam thë pra, është me pushime. Doktori Zeke, doktori që kishe. A i është me pushime me kavalishencë. Dakor, po nëse do të vazhdojmë të flasim edhe për gjithë shoqërinë time, mund të ta vazhdojmë një ditë tjetër. Përshëndesim mikun tonë dhe spostohemi në New York. Në New York. Në New York. Mirëmëngjes, jepi. Agroni përshëndet. Jepi Agroni. Ka menis ka propagandë kjo praktive. Po kjo praktive të me propagandë që dikur thoshin që në Amerikë po vdesin urijet. E vërtet. Kjo e njëjta parti është kjo. Vetëm që emrin ka ndryshuar, sa si gjatë tjetër nuk. Nëse edhe tani ashtu thonë që jemi më mirë se vendet e BE-s. Greqinë më me tarifa me këtë thoshin që kishin
Se kështu thonin atëre, mbajmë Greqinë me bukë? S'ka ndryshuar asnjë gjë. E kuptoj. Thjesht atë ceku dy gjëna. Nga i malli Robert Rënika që shkoj në nga ana Shkodrës shtoj me kenë më shmu kurit. Po. E ke parasysh më? Po. Me që zoti mu më vjen me më shmu kurit. Se shkoj kurit e puthjat të ballë nyt aty më mor. Po mimo, ashtu e ndjeu. Shkoj puthi dorën, tjetër shkoj puthi dorën. E dorë me nyt, e dorë me qek. Mu më çudit e tjetër, se si vetë marrë këti gaspajs. Si banje, a manda qëta inserti në vëherë, më si u çudita komplet, më si mori tore e me himë spak ashtu më. Qa palaqe. Super eci ajo, eci. Ajo është vetë. Po përpishemi ta mësojmë. Ai nëreca që se ka avokati. Plarenti. Për spak më bërë. Jo, edhe njerë, Goni, ta sqarojmë ka, ai nuk është se është vetë për spak, ai është në spak i pandehur, më vete. Vetë i pandehur vetë, edhe shkon në mërnë. Aty mu merdi ma çuditshme se ai shkoj rënë gratë gaspajs, të asaj tjetër si putadorja. Nesës, nuk disin të ashtu se vinë pjesë, a i shoh në la filmet e Robert Renix. Ra viktimë. Po edhe ato, me thënë drejtë, një pjesë atyre filmave propagandja, në? Gjëna, vja, pa e di, po hajde se kemi mjekë, kemi... Hajde se jemi mësuar me atë, dakor. E përshëndesim mikun tonë. Po, jepi. Një gjova për mramit një aty në Ervin Seliani që tha, ishte i shtu në një televizor, tha që unë të do më rejta që proceset mija, të pastaj ta mund të bajta dhe 8 janarin, ka si... Ky pasaken, po ka që maskara mërë, ky me të vërtet më të shkopin e bezbol që doli. Po e ky pas vetëm me bash shërë, me gej demokrat, po kërës është mërë demokrat. Ky ka kaj 5 pisët që se pasa shokën kënë mërë. Unë të baj 8 janar, tha. Turp, Jam i bindur që ja del. Ja shkoj, nuk ja du të shoh, për sy vaj, do të shkoj një herë se ja tregojnë, jo hunin ashtu si e xore. Ja, mas memi me pozicione erotike, Goni është shumë herët për fantazi seksuale. Ja, nuk do të në gohen nga ana e Grekë, për tjera gjana. Se për mu varja. Përshëndesim mikun tonë nga New Yorku, ndërkohë është qasti, mos është qasti për një lajm të mirë për shembull? Me lajm të mirë? Po, ju e dini që destinacioni numër 1 për të bler mish shqiptarët, tani më që s'kemi askënd në përfshatra dhe nuk ka më blegtori, është Brazili. Brazili, e keni parë edhe Keci kërcen, Samba de Janeiro. Kërcen Keci nga Belaja, megjithatë, ajo që është simpatike është fakti që vjen me të kapërcyer nga Brazili në Shqipëri, sepse asnjë në Europë nuk e pranon. Po, pra. Është jashtë standardeve të Bashkimit Evropian. Çfarë thua, moj? Është ndaluar, do të ndalohet në fakt nga 3 shtatori pas një vendimi unanim të ekspertëve të shteteve anëtare. Ndërkohë që në Shqipëri vazhdon të në Shqipëri e ham në gjitha format. Importues kryesor, po. E ham në restorante të shtrenjta, në fast foodet të lira, në për kasap. E dalloni mishin brazilian jo për racizëm, po çik më i zi se mishi evropian. Ashtu është o Greta tash, pse më she ashtu? Ashtu është. Ti e njohës pak më i mirë mishin. Mishi i errët, vjen era errësira i mishi, po nëse ne do ham, ja japim fëmijëve tan, se ne nuk na bëhet vonë për asnjë tjetër në këtë vend. Jo, thjesht po... Ti prandaj e ke peshku, por për peshku... Prandaj jam të peshku, po. Prandaj e ke peshku, vetëm kujdes nga luca, se... është më i shëndetshëm mishi brazilian se peshku i lucës. Vërtet? Ua! Megjithatë, miqtë dashur, ka përshtypjen se jemi gati për një shkëputje të vogël publicitare energjitike. Energjike. Dhe kemi formulën ideale për të kthyer energji dhe balancë në trupin tonë. Është Magnedoro Liquid. Falë përbërjes së tij me magnez dhe përthithjes së shpejtë, ai ndikon atje ku keni më shumë nevojë, në sistemin nervor dhe në muskuj. Është perfekt për ditë të ngarkuara, plot stres, aktivitet fizik, përthithes shpejt, mbështet muskujt dhe nervat, redukton dhe lodhjen. Magnedoro Liquid. Energji, qetësi dhe performancë në një produkt të vetëm.
Dhe po i pate këto, këtë pasuri pastaj.